për pak çastet e njësia 5 ka një përplasje në mos gaboj janë përfaqësues të Lëvizjes Bashk. Lëvizjes Bashk, po. Pse unë po filmoj këtë shkelje? Në vend marrin policin që ai në mes të ditës, në mes të njerëzve guxon kërcënon, më kërcënojnë mua siç e patë vetë që do më nxjerrin jashtë. Në çdo moment, nëse ndonjëri nga ju e di që ka ndaluar që unë të filmoj në një hapësirë që është publike, ton ligji privatësisë, unë zotërisë si hyra në krevat, as më intereson të hyj në hapësirën private, jam thjesht duke filmuar shkeljet që po ndodhin këtu. Fiorella, gazetare, jo vetëm për ta sqaruar pak pretendimin e Borës, është përfaqësuese e Lëvizjes Bashk, po? Fiorella? Po, Bruna, në momente që vëzhguesit e Lëvizjes Bashk kanë kërkuar dhe kërkojnë, sipas për ky pretendimi tyre, kërkojnë që ta shikojnë një fletë votime apo ka një lloj paqartësie përsa përket votës e cila është vendosur në fletën e votimit, i kërkojnë numëruesve, ata sipas tyre pretendojnë që komisionerët kërkojnë apo i ngrejnë zërin dhe për këtë arsye kishte edhe një komunikim nga kryetari i këtij KZZ-je, i cili i tha që nëse do kërkoni apo nëse do filmoni apo nëse do ju bërtisi numëruesve, atëherë do ju nxjerr jashtë dhe do bëshatis sallën, por në këtë momente ende nuk ka marrë një vendim, pasi sipas kryetarit të KZZ-s, nëse do vijojë situata e njëjtë ku vëzhguesit i kërkojnë llogarinë numëruesve, atëherë do të pezullojë numërimin këtu në Vasil Shanto, dhe duke që i morëm edhe me sysh Bruna, pasi kemi thënë në dy raportimet ka shkuar shumë mirë deri më tani. Por në këtë momente por nga ana tjetër dhe gjithashtu konstatuam që janë partitë e reja të cilat kërkojnë më shumë ngulm apo ka një tension duhet temi gjatë numërimit të votave, pikërisht për shkak se duan të kenë të saktë dhe duan të numërojnë çdo votë që mos të kenë apo pretendimet e tyre që mos i marrin numëruesit e Partisë Socialiste apo të Partisë Demokratike votat e Lëvizjes Bashk apo të partive të tjera të reja të cilat kanë dhe përfaqësuesit e tyre këtu në Vasil Shanto në KZZ, por nga ana tjetër situata është normale, tashmë do të pritet të fillojë dhe numërimi, por në këtë momente pikërisht tek tavolina 1 ku edhe vëzhguesit kishin pretendime, nuk ka një kuti numëri, kuti me fletët e votimit dhe duke që situata do të vijojë. Po. Mirë, Fiorella, të falenderoj për lidhjen e radhës që patëm së bashku për të na qartësuar lidhur me ato se çfarë ndodhi para pak çastesh tek njësia numër 5 ku vazhdon numërimi i votave preferenciale.